Përshëndetje të gjithëve, sot do të përgatisim një recetë super të shpejtë dhe shumë të shijshme. Makarona në një tigan të vetëm, pa shumë mend, pa stres. Le të fillojmë. Përsit janë disa kokra qep, majdanos, piper, 2-3 thelbinj hudhër, krip, salcë domatesh, mish i grirë dhe 500 gram makarona. Një tigan të madh, hedhim vaj ulliri dhe e lëjmë të nxehet. Pasi është nxehur mirë, hedhim hudhrën. Mishin në gryr dhe e lejmë të skuqin derisa të marrë një ngjyrë. Shtojmë kripën dhe i përzim. Pasi mishi është skuqur mirë, do të prejmë qepët në kubi të vegjël. Më pas, shtojmë qepët e grira. I lëmë pak dhe i shtojmë një kapak sipër. Pasi qepët janë kavërdisur mirë, shtojmë salcën e domateve. I majdanozin. Majdanozin e prerë dhe piperin. Pastaj i përzim. I kemi lënë të nxehen pak, do të shtojmë 1 litër ujë. Tani do t'i lejmë të zihen. Pasi kanë filluar të valojnë, shtojmë makaronat. Gradacionin e sobës dhe i lejmë të zihen nga vash. Her pas here janë bërë makaronat. Si ato të jenë gati, do t'i shtojmë në një pjatë. Ja ku janë makaronat tona të sotme, të shpejta, të thjeshta dhe shumë të shijshme. Nëse provoni recetën time, do të doja shumë të më thoni se si u dolin në komente. Mos harroni like, subscribe për receta të tjera. Faleminderit dhe mirëpafshim.